Edicioni 16 i festivalit Etnofest është hapur të hënën më 3 gusht në fshatin Kukaj të Prishtinës, duke shënuar fillimin e një udhëtimi që këtë vit i kushtohet kujtesës. Festivali nisi me hapjen e disa ekspozitave, performancave muzikore e skenike që pasqyrojnë temën e sivjetme të Etnofestit, duke ftuar vizitorët të kujtojnë të kaluarën si trashëgimi, identitet dhe burim frymëzimi. Për më shumë se një dekadë, Etnofest është ndërruar në një odë ku e kaluara jo vetëm që mund të treguhet, por edhe të përjetohet. Edhe këtë vit hapja e festivalit mblodhi artist e shumë qytetarë. Në mesin e tyre edhe Albulena Haxhiu, ushtruese detyrës së presidentes së Kosovës, e cila tha se Etnofesti po vazhdon ta ruaj dhe promovoj traditën. Prej vitesh, këtu në fshatin Kukaj, janë hapur sërish shtëpit dhe janë mbledhur njerëz në obore, duke u apërcjell të rinjve këngët, tregimet e zanatet që kanë kaluar prej një brezi në tjetrin. Këtu vinë artistë që dëgjojnë këngët dhe rrëfimet e banorëve, shohin si punojnë mjeshtrit dhe krijojnë prej tyre vepra të reja. Banorët u hapin shtëpi dhe i bëjnë pjesë të vendit, ndaj festivali ka marrë prej tyre karakterin që e dallon. Etnofesti është lidhur aq fort me Kukajn sa vështirë mendohet diku tjetër. Shfaqjet marrin formë sipas shtëpive dhe oboreve, ndërsa banorët e mbajnë festivalin të lidhur me jetën e fshatit. Me temë kujtesën, jo për me kujtu diçka që na ka ndodhur, por me kujtu kush kemi qenë, kush jemi tash dhe çka ka ndodhur me neve. Mendoj që ka aq shumë në këtë temë me ngjurmu, me zbërthy nga vetvetja jonë, që filloj me kujtu veten kur kemi qenë fëmijë dhe si na ka ndërtu shkolla, si na ka ndërtu lagja, si na ka ndërtu shoqënia ku jemi rrit, regjimet që ndrunin e pas tjetës, dhe shka ka ngel nga vetja jonë, derisa kemi mri këto ku jemi sot. Me gjërmu vetën tonë, me kujtu kush jemi, është një mënyrë me gjetë të bërthamën identitare tonë. Ekspozitat, instalacionet e pikat muzikore të prezentuara në ditën e parë të festivalit e morën vëmendjen e publikut, veçmas interpretimi i Vendim Kapajt, i cili luajti edhe pjesë nga kolona zanore e filmit Odiseu. Është ere parë që vi në këtë fshat, në fshatin Kukaj, në këtë mrekulli që ka bërë Zoti Ysaj, dhe që kur shkela që në fillim këtu, unë kam patur tagrin dhe fatin e madh që kam mbledhur në gjithë botën, dhe kam parë gjërat antike, si për shembull Varshavën e vjetër, në Sardenja, në Korsik, në të gjitha vendet, kurse këtu u futa tamam në atë traditën e vjetër shqiptare, puro shqiptare. Mundu me këto tradit që të kthem edhe titullin e Etnofestit që ka qenë një rikujtes ose një kujtes e të kaluarës tonë edhe një histori cila është një histori e vërtet që fotografitë e mia janë dokumentim i të së vërtetës. Kështu megjithatë edhe për numri vizitorëve ishte mjaftueshëm, edhe jam falendërues që ishte edhe ekspozita mu në hapjet e festivalit. Çdo natë në Etnofest do të ketë etnoperformanca, shfaqje teatrore, filma, debate e mbrëmje muzikore. Edicioni si vjetmë mbyllet më 10 gusht me ndarjen e çmimeve të festivalit.